Edhe për vitin 2026, çmimi i energjisë elektrike për qytetarët nuk do të ndryshojë. Enti rregullatori i energjisë ka vendosur të lënë në fuqi edhe për vitin e ardhshëm fashën 700 kW të miratuar në janar të këtij viti. Pra, të gjitha familjet që do të konsumojnë deri në 700 kW në muaj, çmimi do të jetë 8.5 lek kilovat pa TVSH nga 9.5 lek që ka qenë deri në janar 2025. Ndërkohë, të gjithë abonentët familjarë që e kalojnë konsumin 700 kW në muaj, qoftë edhe vetëm 1 kW më shumë, do të vijojnë ta paguajnë energjinë me çmim të pandryshuar 9.5 lek për çdo kilovat pa TVSH, siç është aktualisht. Bazuar në të dhënat e deklaruar nga shoqëria, rezulton se çmimet e miratuara me vendimet numër 10 datë 8 i parë 2025 dhe vendimi numër 25 datë 15 i 10 2025 gjenerojnë të ardhurat të cilat kanë mbuluar kostot e aktivitetit të shoqërisë duke garantuar ushtrimin e një aktiviteti normal operacional, aktivitet i cili pritet të vijojë në të njëjtën formë edhe për vitin 2026 në mënyrë që shoqëria FSHU dhe për vitin 2026 të mund të realizojë aktivitetin për të cilin është licencuar, bëhet e domosdoshme të vijojë faturimin bazuar në çmimet e miratuar nga RE, thuhet në vendimin e Entit Rregullator të Energjisë të publikuar në fletorin zyrtare. Vendimi i Entit Rregullator të Energjisë ishte me afat deri me 31 dhjetor 2025, por që tashmë shtyhet deri në fund të vitit 2026. Sipas shifrave zyrtare, janë mbi 1 milion konsumatorë familjar që konsumojnë deri në 700 kW në muaj.